Edhe të burgosurit edhe të paraburgosurit në Kosovë mund të votojnë në zgjedhjet e 3 nëntorit fal një memorandumi të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Ministria e Drejtësisë. Sipas Ministrit të Drejtësisë Hajredin Kuçi, në Kosovë janë rreth 1800 të burgosur dhe të paraburgosur. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 103 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, përfshirë edhe nismat serbe të veriut të Kosovës. KQZ ka njoftuar se në mbledhjen e saj të 52, të kryesuar nga Valdete Daka, është përmbyllur procesi për certifikimin e subjekteve politike që pretendojnë pushtetin lokal më 3 nëntor. Subjektet e veriut, pasi kanë ndryshuar emrin, janë certifikuar me rekomandim të zyrës për regjistrimin e partive politike. Iniciativa që thuhet se e ka përkrahjen e qeverisë në Beograd, kishte aplikuar me emrin Iniciativa Serbia, mirëpo ajo është certifikuar vetëm pasi ndryshoi emrin në Iniciativa e Qytetarëve Serb. Edhe subjekti politik ish deputeti të Kuvendit të Kosovës, Oliver Ivanović, e ka ndryshuar emrin në Iniciativa Qytetare, Partia Social Demokrate. Ky i fundit kishte aplikuar me emrin Serbia, Demokracia, Drejtësia.